Myftinia e Shkodrës organizoi ceremoninë e përcjelljes së haxhilerëve të qytetit të Shkodrës, të cilët do të udhëtojnë drejt vendeve të shenjta të Mekës për të kryer obligimin e haxhit. Me përshëndetjen islame e përshëndes gjithë popullin e Shkodrës, një emocion i papërshkruar që inshallah e bën Zoti risk gjithkujt me shku në atë vend. Që unë jam kënë herë, kjo është e dyta herë që unë shkoj. E falenderoj Myftininë e Shkodrës për këtë organizim kaq të bukur, kaq të perfekt. Zoti na prenoft e na udhëzoft në rrugën e tij. Inshallah rinë e Shkodrës i udhëzon tan. Inshallah tan shkojnë në atë vend. O Zoti, i lutem për tan, për deknit ton e për gjallëit ton e për tan. Inshallah na ka përzgjedh Allahu me shku. Inshallah i përzgjedh tan popullin shqiptar me shku në atë vend. Ky është një emocion i papërshkruar, sepse atje shkan ai që e ka caktuar Allahu xhaleshanuhu, shkan mysafiri i Allahu xhaleshanuhu, shkan ai të cilin Allahu xhaleshanuhu këtë vit e ka caktuar që me kenë prezent në xhaminë e shenjtë për hatrin e tij. Pra me ju përgjigj thirrjes së Allahu xhelaluhu, pra nuk shkan ai i cili ka shumë pasuni, por ai i cili zemrën, shpirtin ja ka drejtu Allahu i madhëruar për me shku në atë vend. Pra e ka thirr Allahu xhaleshanu. Shkodra gjithmonë tregon veten. Edhe kjo më pëlqen shumë, jam nga Tirana vet. Haxhi Tiranës nga Tirana. Na bot me përjetu një emocion të vogël para emocionit të madh që kemi atje. Faleminderit shumë. Në këtë ceremoni të veçantë morën pjesë familjarë të haxhilerëve, 10 imam, si dhe besimtar të shumt. Myftiri i Shkodrës, Imam Muhamet Sytari, përcolli mesazhe urimi për besimtarët që do të nisen drejt këtij udhëtimi të shenjtë, duke theksuar rëndësinë fetare dhe morale që mbart haxhi për çdo musliman. Është një traditë shumë e bukur e qytetit të Shkodrës, edhe muslimanëve të qytetit tonë me përcjell haxhilerët. Nër shekuj, kjo është një traditë që e trashëgojmë prej të parëve, është një gëzim shumë i madh, e themi shpesh herë, që ja te kalon çdo gëzimi, edhe çdo hareje që ne kemi, sepse një grup prej besimtarëve të këtij qyteti shkojnë drejt vendeve të shenjta, duke u bashkuar miliona haxhilerë nga marr bota, për të dëshmuar madhërimi i Zotit një dhe përkushtimi i njerëzve që e kërkojnë Zotin e tyre me zemër. Këto janë njerëz që kanë sakrifikuar nga pasunia e tyre, nga koha e tyre, nga familja e tyre, edhe shkojnë për të përgjigjur Allahut azza wa jall. Po ta mendojmë këtë është diçka shumë e madhe, e papërshkrueshme. Edhe ne kemi përborx, edhe një haxhi ta kemi, ta marrim misupë dhe ta përcjellim deri ku të kemi mundësi. Do t'i lutemi Allahut azza wa jall për pranimin e lutjeve të tyre. Sipas të dhënave, rreth 40 besimtar musliman nga Shkodra dhe afro 500 nga e gjithë Shqipëria do të marrin pjesë këtë vit në haxh, së bashku me qindra e mijëra besimtar nga mbar bota.